Banorët e Postribës në Shkodër kanë dërguar një tjetër padinë. SPAK akuza është për ndotjen e ujit nga gurorja në zonën e Postribës, një problematikë ngritur prej kohësh nga banorët. Sot në kanë lëshuar në SPAK 3 persona për vepra penale. Një e parë, Belinda Balluku, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe zhvillimit në kohën e kryerjes së veprës penale. Kana Petrit Malaj, drejtor ekzekutiv i AKBN-s, dhe Viola Haxhi Ademi, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe zhvillimit në kohën e kryerjes së veprës penale. Objekti: konsumimi i veprave penale të shpërdorimit detyrës, masmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme dhe ndotja e ajrit, ujit dhe e tokës dhe menaxhimi i mbetjeve. Po, patjetër bilohun i baj thirrje edhe kryetarit bashkisë sa ka investuar këtu për festa, investojnë na bjen ujë të pishëm ne atje se kemi nevojë, edhe po kalojmë një sot shumë vështirë për ujin. Na kanë bërë takim me kryetarin e bashkisë këto Benet Beci bashkë me këtë prefektin. Na ka thonë që do të investigojmë, këta nuk kanë investiguar asgjë. Populli alapin ujë në notur, gurore të ala hellin me turina në mi ujësjellç. Një investim që kanë bërë maja investimit, do me thonë, a bon 2011 një investim nga fondi i zhvillimit, kurse tash ka bërë një investim tetori, ka bërë një investim, ka fut ujnat sezonale, pra nuk ka bërë asgjë për ujësjellçin, kanë marrë 160 milion euro se ka i kanë gjuhë punë për ta, pra na i bëjmë thirrje kush e ka në dorë SPAK-u si veproj sa më parë që se gjanja është shumë keq. Me heret banorët kanë zhvilluar takimet me kryebashkiakun e Shkodrës dhe prefektin e qarkut Shkodër, por nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Për këtë ato paralajmërojnë padinë e SPAK edhe për kryebashkiakun Benet Beci. Unë kam një shkresë që ja kanë dorëzuar Agjencisë Kombëtare e Burimeve Natyrore, që është me 21/10/2024 edhe s'ka kthy përgjigje. I kena bërë kërkesë përsëri kthim përgjigje, prap nuk veprojnë. Me shtetin shqiptar në kanë hallë. Pse mor zotni, desoj jena taksa paguese na çdo gjë të rregull. Na nuk don asnjë se vën çka ka kushtetuta, mos më na shkel ligjin drejtat tona. Një kjo është pamje si institucionet shtetërore, tu filluar ish Ministria e Kulturës e bojnë pat kanën këtë. Varres tumorore 4000-5000 vjeçare. Thot nuk ekziston, thot ka thot gjurmë, thot, po nuk ekziston. Është me foto, janë me pamje tëna. Tash na do t'i bëjmë padi, do ta fillojmë vitin e ri, do t'i bëjmë padi kryetarit bashkisë për një investim që është bërë aty dhe drejtori ujësisë kanalizimeve. Ku i kanë gjetur ata parat? Si janë parë si me kanë letra spathish. Janë parat e taksapaguesve shqiptar, edhe jashtë funksionit. Ka bën një ndërhyjje ky kryetari i bashkisë, vetëm me mprojt gurorit, me na hedh plonë se është ne ka bën ndërhyjje me ujë nëton, ujë sezonal. 3 muaj kur vjen shi ka ujë, që tash e ka kurripika sot që flasim bosh, që ka kurripik ujë. Ka bën ndërhyjje ky gjoja, veç me një muaj firma ta gjem me lanë me punu me jetuat atje. Kurse 7000 franë me kanë ndam të shnedit njerëzor këtu. Jena drejtu edhe as në përgjigje negative as pozitive jo, kur njanën. Këte i drejtojnë as SPAK-u që të paktën veprojnë diçesi. Sojnë një i pali shumë ti, punojnë e tjetojnë aja atje. Dalëm na prej aty, t'ikum na prej aty. Në kallëzim janë përfshirë disa fshatet e njësisë Postribë, ndërkohë problematika vijon që për vitin 2017